kam dëgju që ajo t'ka folë të përmiset, okej? E t'kam dëgju ty që e ke thënë më mbrapa dhe të t'vi turp që më kërko më llogari në këtë mënyrë. Okej, kur e ke dëgju këtë unë mbrapa. Greta, e mbaroj muhabetin me ty. Okej, mbaroj muhabetet, shumë bukur, e lem. Sepse po t'kishte prej kaq shumë, kisha ardhur unë e kishte thënë se ç'e ke thënë gjithë muhabetet tjera, okej? Siç ke thënë herë tjera që unë me Greta nuk bëj asnjëherë pakte kompromise gjëra. Ndoshta ty se ke problem ta vazhdoj diskutimin, unë e kam mbyll diskutimin me ty, okej? Se arritet deri të bëj unë një bej që s'kam fut kurrë në gojën time. Me të vërtetu ty, që unë nuk po bëj loj të brenda. Jo, Joni nuk e lejon jashtë, kur ti nuk të mbyllet goja dhe vazhdon akuzat. Kur unë të them jo, nuk e kam dëgjuar, të mbyllet e drejta për ta vazhduar kërkesën e llogarisë. Mbi të gjitha që se takon të kërkosh një llogari. Që ke thënë gocave të gjitha dhe në prajë që ju nuk vini kur jo goca çuna, si nuk janë. Unë dhe Gibo sot i thash, sot atje ishte fytyrë me mua dhe nuk u çon një njerëz me i thon atje, o burr, shtiu më mbrapa. Kupton? Edhe tjerët e unë, më lek të muhabet, jo lek të muhabet. Jo lek të muhabet. Jo, i thua ati robit zotit. Jo, ti nuk e kam nevojën se me ty kish kuptohesh. Nuk e kam nevojën fare, nuk e kam nevojën fare. Ku të dëgjosh që unë po debatoj, ku të dëgjosh që unë kam një problem, të lutem rri larg problemit tim. E pra, rri larg edhe unë mundohem se problemi tjetër bëhesh dhe ti pis, kështu që më mirë rri larg dhe rri pastër. Në rregull, okej, vazhdo. Mare besës nuk kam qenë